Për 4 orë në gjykatën kushtetuese u diskutua kërkesa për ankimin e kryeministrit Edi Rama ndaj vendimit të GKKO që kishte vendosur pezullimin e detyrës së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në seancë palët e interesuara ishin qeveria, kuvendi, presidenca dhe SPAK, të cilat përgjatë 4 orëve u përfshin në një sër diskutimesh, duke parashtruar argumentat pro dhe kundër ankesës së kryeministrit. Qeveria argumentoi se pezullimi i Ballukut përbën shkelje të kompetencave kushtetuese të kryeministrit dhe cënon ushtrimin normal të funksioneve të ekzekutivit, duke theksuar se një masë e tillë kërkon miratim nga kuvendi. Përfaqësuesit e kuvendit mbështetën të njëjtin qëndrim, ndërsa presidenca u shpreh se pret qartësimin përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Në anën tjetër, prokuroria e posaçme kundërshtoi kërkesën e kryeministrisë, duke deklaruar se nuk ekziston një konflikt kompetencash mes institucioneve dhe se GKKO ka vepruar brenda kompetencave ligjore. Vendimarrja e gjykatës kushtetuese do të vijë në një kohë kur SPAK ka dorëzuar në kuvend edhe kërkesën për autorizim për arrestimin e Ballukut. Kjo lëvizje e SPAK erdhi menjëherë pasi kushtetuesi ja ktheu Ballukun në detyrë deri në shqyrtimin e ankimit, ndërsa mbledhja e radhës e Këshillit të Mandateve është në datën 28 janar. Kushtetuesja ka afat 30 ditë për të nxjerrë vendimin, por nuk përjashtohet mundësia që vendimi mbi fatin e Ballukut të publikohet në javën e ardhshme. Belinda Balluku është e pandehur për tenderin me vlerë 190 milion euro të tunelit të Llogaras, në nënhetim për 7 lotet e Unazës së Madhe dhe po verifikohen dhe tenderat të tjerë.